Përshëndetje miq, mirë se erdhët këtë të hënë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë historinë e një nëne. Ajo quhet Esmiana Çoku, është nëna e 2 fëmijëve, por fatkeqësisht ka ardhur për të folur për djalin e saj, Muhametin, 13 vjeçar. Sot Muhameti duhet ishte në bankat e shkollës, por fatkeqësisht ka 3 vite që e ka lënë shkollën, që në moshën 10 vjeçare ai u bë përdorus i lëndëve narkotike, duke braktisur librat, shokët, mësuesit, por duke braktisur edhe nënën, edhe familjarët e vet. Një nën e cila kërkon ndihmë për 13 vjeçarin e saj e pa zonja për t'i dhënë ndihmë, pasi ai shoqërohet me persona më të rritur se mosha e tij dhe gjendja e shëndetit e tij është vërtet kritik. Me mua në studio është nëna Esmiana, menjëherë dua ta përshëndes, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Përpara se të fillonim transmetimin, the ka arritur në pikën e fundit që s'mund t'i bëj dot asgjë më djalit. Shumë, domethënë tash i bëhet fjalë për jetën e tij. Aq i rënduar është në një grad shumë të rënduar. Nuk e kontrollon dot më as veten, as edhe kur unë i qëndroj afër nuk do më. Dashur, kur themi një fëmijë 13 vjeç apo 10 vjeç, pa të paragjykuar, edhe unë si nën, një nën mund të arrit ta komandoj, nuk e mundur do ta komandosh fëmijën? Po, ka qenë shumë e vështirë, pavarësisht gjithë përpjekjeve të mia. Nuk ja kam dalë dot gjithmonë. Gjithmonë nuk po ja dalë dot. E shikoj që çdo gjë që unë bëj, nuk arrit dot ta ndihmoj në asnjë lloj drejtimi. Ka arritur shumë keq. Sot me ne në studio është dhe juristi Anexhi Beqiri. Anexhi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Odeta. Një histori goxha të dhimbshme do trajtojmë sot, të një fëmije 13 vjeçar, që kur i ka mbushur 13 vjeç? Para një viti. I bie jetë për 14? Në shkurt, po, mbush 14. Në shkurti që vjen mbush 14. Dhe kështu është ka ta ndisur? Po, dhe më keq. E dhimbshme. Një 13 vjeçar që ka lënë shkollën për përdorus lëndë narkotike, një nënë e cila kërkon ndihmë se nuk ka çfarë t'i bëj sepse jeta e tij është vërtet në rrezik. Por përpara se të diskutojmë dhe të flasim dhe për t'i dhënë ndihmë kësaj nëne, unë dua të prezantoj një material që ne kemi përgatitur. Klaudia, gazetarja ime, ka përgatitur një material kronik të shkurtër për historinë e 13 vjeçarit Muhamet Çoka. E ndjekim dhe rikthehemi. Në një cep të eshtur të Tiranës, në një banesë kur dikur dëgjoi zëri një fëmije që qeshte, sot dëgjohet vetëm krisja e rendive dhe zëri një nëne që thërret për ndihmë. Esmiana Çoka është një nënë që jeton me plagë të hapura, 2 fëmijë, 2 martesa dhe shumë dhimbje, por plagën më të madhe e mban për djalin e saj Muhametin, vetëm 13 vjeç, një fëmijë që s'ka më lodra, as shkollë dhe as fëmijëri. 3 vite më parë, kur të tjerët mësonin tabelen e shumëzimit, ai mësoi emrin e një lënde që i ndryshoi jetën përgjithmonë, nisi të përdorte lëndë narkotike që në moshën 10 vjeçare, që atëherë asgjë s'ka qenë më si më parë. Shkolla mbeti pas në klasën e 5, librat u harruan në një qoshe, për ditë të tëra nuk kthehej në shtëpi, netve e gjente ëma nëpër garazhe, i shtrirë mes betonit të ftohtë të qendrës së Tiranës. Prindrit e Muhametit janë ndarë për 1 dekade, gjykata ja la djalin nënës, ndërsa babai u zhduk, prej 2 vitesh nuk e ka parë më djalin e vet. Sipas Esmianës, çdo gjë nisi nga shoqëria, djemë më të mëdhenj që e futën në një botë ku parat vlen më shumë se jeta dhe droga është arratisje. 13 vjeçari nisi të kërkonte lek e kur nuk i gjente, rënonte çdo gjë rreth vetes. Sot Esmiana kërkon ndihmë, një dorë që ta nxjerrë djalin e saj nga rruga, sepse një nën sado e fort nuk mund ta luftoj vetëm këtë betejë. Në fund të ditës, ajo mbetet e ulur në pragun e derës, me shpresën se djalit të saj do t'i mungojë aroma e shtëpisë. Kjo është historia e dhimbshme e një djali 13 vjeçar këtu në kryeqytet në Tiranë, i cili fatkeqësisht është bërë përdorus i lëndëve narkotike që në moshën 10 vjeçare dhe e braktisti shkollën. Ka kaluar 3 vite dhe kjo nënë është përpjekur për t'i dhënë ndihmë të birit të saj, por nuk ja ka dalë dhe ndaj sot ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë për të kërkuar ndihmë nga institucionet, pasi e shikon që djali i saj po rrezikon tashmë edhe jetën nga përdorimi i lëndëve narkotike. E dashur Esmiana, ju jeni informuar se çfarë konsumon djali juaj? Po me ato që pyes,
Dhe që më ka thënë vetë, mami thotë, mos ke merak se vetë matë me shiring nuk e pi. Po hashashin e pi. Se di se duhet i bërë analizat, qërat nuk e di sakë se qa pi, qa konsumon. Unë duha ta nisim historinë dhe e di që është të dhimbshme për një nënë të flasi për djalin e saj dhe të mendosh është ende i mitur, një 10 vjeçar të lërë shkollën, librat, gjithçka dhe t'i futet një rrugë shumë të dëmshme. Në fakt në çdo lloj moshe kjo rrugë është e dëmshme. Ai ishte 10 vjeç. Çfarë ndodhi? Domethënë si ndryshoi? Sepse përpara se të flasim me dashur Esmiana, djali juaj ka qenë në shkollën e djalit tim, Hasan Prishtina. Dhe unë historinë e djalit tuaj e njoh që përpara 3 viteve, kur i mbir vinte dhe më tregonte për historinë e Muhamedit, por nuk e dija që pas 3 viteve do takoheshim në këtë studio. Unë di që djali juaj ka qenë ekselent, ka qenë me 9 dhe me 10 tek Hasan Prishtina. Si ka mundësi që një fëmijë që ka mësuar kaq shumë dhe zysha thoshin fjalë të mira, ndryshoi për një herë? Çfarë ndodhi kur ai mbushi 10 vjeç? Nuk e di, ka qenë një fëmijë shumë i mrekullueshëm, i dëgjueshëm. Shoqëria ndoshta se rinte gjithmonë në shoqëri më të rritur se vetja. Unë shkoja, ja hiqja, ja ndaloja. Me ato që i njifja, i flisja, thosha mos rini me çunin tim se ai është shumë i vogël. Ju duhet gjeni moshën tuaj. Mundohesha ta shkpusja nga ata më të rriturit, ai prap gjente të tjerë. Kështu e rifilloi, pastaj filloi me shkollën, herë shkonte, herë nuk shkonte. Me mungesa, kështu ka filluar që në fillim. Dhe besoj që i njoftuar nga stafi i mësuesve për probleme që ai filloi të shfaqte në ambientet e shkollës dhe nuk ridot, thoshte mami, më merret fryma kur jam mbyllur në klasë. U detyrova pastaj të çova për një vizitë. Ajo më tha nuk është se ka ndonjë gjë, tha, ja tregova situatën, thash nuk më shkon në shkollë, më thot më merret fryma, mami nuk ridot i mbyllur në klasë. Më vjen në shtëpi, thash vërtet, thyen gjëra, shkatron, do lek. Është adoleshenta, mos ja plotso, mos ja bëj. Ai filloi këto problemet e para dhe Këto ishin ju e problemet çuat tek mjeku sepse nuk e dinit ende që ai ishte bërë përdorus të lëndëve narkotike. Si e ke zbuluar që djali që në ato moshë është e tmerrshme, 10 vjeç, përdorus i lëndëve narkotike? Si e ke zbuluar? Para 2 vjetësh kur fëmia filloi pastaj të largohej edhe nga shtëpia. Nuk më vinte me ditë të tëra në shtëpi, kërkoja rrugëve, qaja. Futesha në përvende shumë të frikshme nga qendra sepse ande më rinte. Më thoshin njerëzit që fle këtu, fle atje, shet farzoleta, do të thënë që ai mundoshte të bënte lek. Edhe në shtëpi kur vinte vetëm lek kërkonte. Mami thoshte unë dua lek. I thosha mami hajde të shkoj ti blej unë gjëra, ti hajmë të dy, të dalim të dy, nuk pranonte. Vetëm dua lek, thoshte ti ke mua dhe të hikte. E dashur Esmiana, ju e keni rritur e vetë me djalin për shkak se je divorcuar nga babai i tij, ai ka probleme të shëndetit të tij dhe fatkeqësisht nuk mundet dot që të jetë në krahun tuaj dhe të japi maksimumi si baba për të birin e tij. Je vetme dhe më vjen shumë keq për gjithë histori që po dëgjoj sot. E dashur Nexhi, një nën, ke denoncuar në polici? Po kam denoncuar, janë rastet që... Jo, flasim kur djali ti ikte nga shtëpia, një 10 vjeçar, ti ikim me ditë të tëra nga shtëpia. I kam bërë. Dhe policia ka arritur ta i gjej policia apo djali ka... Policia i gjente, e sillte në banesë, thoshte gjithmonë është problem se ky hikën. E sjellim, thoshte ky prap na hikën. U bë domethënë një... U bë si e përditshme, ke parasysh kur vija unë polici thoshin erdhi prap, për njëjta situatë. Nexhi, në tilla situata alarmante, çfarë duhet të bëj shteti jon, institucionet tona, një fëmijë 10 vjeçar që policia merr denoncim nga nëna që zhduket nga shtëpia me ditë të tëra, që gjendet në situatë rruge, që gjendet përdorus i lëndëve narkotike. Çfarë duhet bërë? Sepse në botë këta fëmijë futen direkt në shkolla riedukimi dhe në qendra të posaçme për fëmijë që janë përdorus i lëndëve narkotike. Këtu duket sikur askush nuk të ndihmon. E para njerë që zonja Bravo që pati kurajon dhe vjen në një studio për të treguar këtë shqetësim të jashtëzakonshëm, që lidhet me jetën e djalit të saj, por njëkohësisht lidhet me jetën edhe të motrës që ka ai, njëkohësisht edhe të nënës, e cila derdh lot në çdo fjalë që thot, është si thua një dhimbje e jashtëzakonshme për prindrit në radhë parë. Por si thua edhe vetë djali vuan. Nga fotoan e pam, nga që i dobësuar të i mase, do më thënë sa, do më thënë, fotoja, është një gjë shumë e dhimbshme.
Më bëri shumë përshtypje kur zonja tha që e çova unë përpara 2 vjetësh tek mjeku për ta kontrolluar dhe më tha hase adoleshenca. Kjo është mungesë profesionalizmi, kjo është mungesë përgjegjësie. Kjo është që një mjek flet si kur takon një njeri në rrugë dhe thua ç'të bëj këtij djalit tim ose më ka hapur probleme. E thot, ama lere tani se adoleshencash. Jo. Një mjek e ka detyrë profesionale që sa shikon që ky fëmijë ka një shqetësim, sa ajo nuk është njeri, s'është ekonomiste, s'është ç'a them rroba qepse. E qartë. Është mjeke. Edhe duhet shikoj që parametrat ose si thua me njëherë të kërkoj ti bëhen analizat, ti bëhen kontrollet, dhe kontrollet të gjithashme që të zbuloj nëse me vërtet është një çapkëllëk i adoleshencës apo ka probleme serioze. Se kur është një mjek përpara një njeriu, një fëmije që merr lëndë narkotike e dallon shumë mirë. E dallon nga syt, e dallon nga shëndeti, e dallon që është i lodhur, i drobitur, nga sjelljet e tjerë. Kështu që nuk ka pse ajo mjekja ta përcjellin në këtë mënyrë. Edhe në qoftë se mamaja nuk ka kulturën e duhur në këtë rast, nuk di shumë, nuk ka lexuar shumë për një gjë të tillë. Mjekja është profesioniste, e cila menjëherë do të rekomandoj kontrollet mjekësore, por njëkohësisht ajo duhet jetë në lidhje edhe me asistente social të lagjes ku banon zonja, në mënyrë që t'i bashkëveprojnë ato veprimet e tyre, edhe që të mundet që ta çojnë deri në shtrim të detyrueshëm, natyrisht duke edhe bindur, jo me detyrim si thua me forcë, me dhunë, por që të mundet ta bindi që t'i nështrohet një kontrolli mjekësor, një terapie mjekësore që ndoshta zgjat 2 javë, 1 muaj, 2 muaj e tjerë. Pa i ezauruar të gjitha. Nuk e bëri këtë gjë mjekja, që është e pafalshme. Qofse themi këto gjëra, nuk i themi vetëm për këtë rast. Se në Tiranë, megjithëse nuk jepen shifra, jepet ndonjë lajm i shkurtër, po është një fenomen i jashtëzakonisht shqetësues. Unë për shumë më çudit fakti tani që këtu tha që e ka filluar kur ishte 10 vjeç. E imagjinon çfarë dëmtimi truri ka pësuar një fëmijë i moshës 10 vjeç, i cili furnizon trurin e tij me lëndë narkotike. Shkatërojnë qelizat, shkatërojnë, e kanë thënë mjekët, edhe në emisionet të ndryshme, dhe në televizor. Nuk është e njëjta pasojë, sikur e pi ashashi një 35 vjeçar, i cili tenton ta provojë, dhe ndoshta mbas herës parë heq dorë, sepse shikojnë që është një gjë e dëmshme, nuk është një lloj ky rast, si rasti një fëmije, i cili nuk është i vetëdijshëm, i përgjegjshëm, për veprimet që ai krye. Për veprimet që ai bën. Nuk është i vetëdijshëm për pasojat që do i sillet ajo gjë. Ai ndoshta nuk e di fare që kur e ka filluar lëndë narkotike kur ishte 10 vjeç, që një ditë ai do të shkatronte trurin e vet, sa nuk do di do të përmbahet kur është në shtëpi, kur i mungon leku për ta bler, që ai një ditë ndoshta dhe e rreh nënën e vet, mund të rrahë një shoku e vet etj etj. Kështu që problemi i mjekësisë është ky. Pastaj kalojmë në anën e policisë, ndoshta duhet ta them pak më vonë, se ç'duhet bëj policia në rastet kur nëna e vet e denoncon që ai Sa e ke shkuar në polici deri më sot për që ke denoncuar humbjen e djalit, largimin nga shtëpia? Unë deta më përpara vija, denoncoja çdo 2-3 ditë, çdo 1 javë, çdo 2 javë, ndërsa tani është bërë që më njohin gjithë komisariatet, gjithë policia, domethënë është bërë një emër që sa më shohin thonë. Nuk kemi qatë të bëjmë ty vetëm më thonë gjën e fundit, burgu e pret. Nuk di. Pa i nuk bën vepra sepse është i vetëdijshëm. Po e kuptoj. Po ç'është kjo zgjidhja të burgu e pret? Nuk është kjo zgjidhja, pse duhet patjetër t'i fusim gjithë shqiptarët nëpër burgjën për të zgjidhur problemet. Kur shumë mirë ta njerëz marrin masa për t'i shpëtuar. Ka spitale për t'i ndihmuar, për ta shpëtuar atë njeri, për ta, si thua, t'i hequr ato gjithë, si thua, toksinat që ka marrë trupi i tij, për të marrë ilaçet e duhura, për të qenë në kontroll. Në kontroll ndoshta 1 mujor, 2 mujor, ndoshta 1 vjet, 2 vjet e tjerë. Po si është kjo ta fosin burg, pse në burg çfarë do bëj ai? Në fakti është që në Shqipëri burgjet nuk kanë ndonjë rezultat kush e di në rehabilitimin e të burgosurve. Aq më tepër që është një fëmijë. Tani mbas gjithë këtyre traumave që ka pësuar ai, në shëndetin e tij mendor, në shëndetin fizik, se e shikojmë se sa i dobët është. Pas gjithë, si thua, traumave të jetës që ai bën çdo ditë pa baban e vet.
Po duke e ëndër. Por se nga policia më falë që ndërprev. E kanë nxjerrë që edhe përdorin, e rrafin, e shfrytëzojnë. Po pra, i thonë do ta bësh se s'bën. Po nuk është burgu me ka spitale për Që ne të punë. shfrytëzojnë shumë. Të lutem Policia shumë. i di shumë mirë. Policia që e di këtë gjë dhe që ju Djali juaj shfrytëzohet nga të rritur. Që dhe shfrytëzohet. I kanë me fakte, me prova që Atëherë pse nuk e fusin në kanë spital? goditur çunin. Shiko. E kanë bërë. Në cili komisariat ki ke bërë të gjitha këto denoncime? Kush komisariat ju Të kap? gjithë komisariatet është i njojtur si rast. Po është e turpshme, një 13 vjeçar i cili ka përfunduar në këtë rrugë, është përdorues i lëndë narkotike, një nën që s'ka çfarë t'i bëj dhe policia t'i kthej këtë përgjigje, kjo është e patolerueshme. E patolerueshme në vendin tonë është vërtet e turpshme. Nuk e di kush mund ta dëgjoj, kujt mund t'i telefon. Dëgjohemi zonja Nexhi, dëgjohemi sepse pas shumë transmetimeve të rasteve ka reagime plot nga institucionet. Mua më ndodh që në orët e vona të darkës institucionet më telefonojnë për skandalet që plasen në këtë studio. Nuk falet kjo gjë. Mos jepe ndihmë një 13 vjeçari. Mirë, le të bëjmë një shkputje në këto momente, le të kalojmë në një këshill biznesi, do rikthehemi sërish bashkë live për të folur për historinë e 13 vjeçarit Muhameti, i cili ka lënë mësimet, ka lënë shkollën për 3 viteve për dërues i lëndëve narkotike dhe nëna e tij kërkon ndihmë live nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Jemi sërish bashkë live dashur miq, ku ditën e sotme po sillemi një histori vërtet të dhimbshme të një djali 13 vjeçar me emrin Muhamet, i cili ka qenë nxënës të shkolla Hasan Prishtina, një nxënës i shkëlqyer, por fatkeqësisht në moshën 10 vjeçare. Ai nga shoqëria e keqe, shoqëria më e madhe në moshë se ai, e futi në një rrugë të keqe ku ai u bë përdorus i lëndëve narkotike. Sot është 13 vjeç, 3 vite që përdor lëndët narkotike dhe jeta e tij është vërtet në rrezik. Nëna e tij, zonja Esmiana Çoka, ndodhet me mua në studio së bashku me juristen Nexhi Beshiri, ku ajo po kërkon ndihmë. E dashur Esmiana, e lam tek policia, e cila nuk të ka ofruar asnjëherë ndihmë dhe në të tilla raste kur policia merr një denoncim, e ka për detyrë që rastin ta denoncojë tek shërbimi social i atij vendi për të vazhduar hallkat njëra pas tjetrën për të marrë masa. Po nëse policia i thot nënës që e dim, po s'kemi çfarë të bëjmë, ai do futet në burg, çfarë presin vej 18 vjeç djali dhe ta fusin në burg? Nuk është vetëm policia, është prokuroria, janë gjykatat që marrin vendime që janë në interes të fëmijës. Në gjithë si thua kodin penal, civil, kodin e familjes, bazuar dhe në Konventin Ndërkombëtar të Drejtave të Njeriut, theksohet me të madhe. Prioritet në gjithçka është interesi i fëmijës. Kështu që në këtë rast, cili është prioriteti këtyre? Cili është qëllimi i këtyre? Pse lënë që të vazhdojë atë rruga ai? Pse nuk marrin masa për ta, si thua, për ta shëruar atë fëmijë, për ta larguar nga ajo rrugë? Kështu që gjëja më e parë është ta sistemojnë diku në spital në mënyrë që ai të shërohet. Veprimet që bën ai tani dhe fakti që e organizojnë të tjerët, e përdorin të tjerët, e keq trajtojnë të tjerë, sepse ai ndihet i pafuqishëm në gjithçka. Domethënë është një fëmijë 13 vjeç, fëmijë është 13 vjeç, nuk është shumë. Është një fëmijë 13 vjeç me dëmtime në tru, është me dëmtime në trup, sepse shëndeti i tij është për të moshiruar. Si mundet të dobësohet ai shumë një fëmijë? Domethënë një fëmijë i cili lihet vetëm, që mamaja e saj e tij, falni, nuk ka potencial, nuk ka mundësi. Ajo vetë i ka shfrytzuar atë që ka menduar vetë të gjitha mundësitë për ta tërhequr djalin nga rruga e lëndëve narkotike. Nuk ka mundur dot. Atëherë si mund të lihet kjo nënë? Dhe ai fëmijë 13 vjeç të lihen të vetëm në hallin e tyre, në dhimbjen e tyre, në shkatrimin e tyre, sa e vazhdon shkatrimin, nëse ti e kishe shëruar që kur ishte 10 vjeç, 11 vjeç, nuk do ishte në këtë gjendje tani që është 13 vjeç. Pra është lënë gjërat derisa ka arritur në atë stad që tani policia që ajo është përgjegjëse dhe që ka neglizhuar për këto 3 vjet, thotë bëj çfarë të duash ose ta fusim burg. Ka zgjidhje. Cilat janë zgjidhjet? Zgjidhjet janë që policia, prokuroria e bën denoncimin polici, policia ja paraqet prokurorisë, prokuroria e shqyrton këtë gjë në gjykat, atëherë vendos që ai të shtrohet, edhe nëse nuk pranon të shtrohet, merr maman se kjo është përgjegjësia ligjore, është pjesëtare aty që mbron të drejtat, marrë dhe avokate tërë, edhe e shikon gjendjen, ka ekzaminime, pra ka ekspert ligjor, mjekësor, të cilët gjykojnë, e kontrollojnë, gjykojnë çfarë probleme ka në shëndetin e tij mendor, fizike, dhe çfarë ndihmë mund të jepet. Dhe çfarë ndihmë mund të jepet. Pra nëse nuk e bën dot
Mjeku i lagjes, ai duhet ta bëj pari, aty ku ka shkuar zonja, që fillim fare. Mjeku bashkë me asistentin social, nëse nuk e bëjnë dot këto, e bën shteti nëpërmjet vendimeve që merr, dhe që i thotë kësaj nëna, je dakord ti që neve ta shtrojmë djalin 1 muaj në spital? Po patjetër. Më mirë në spitalin psikiatrik apo atë kundër si thua detoksikimin e tij e tjerë, se ka dhe spitalet e tjera. Ushtaraku është më së shumti ai që merret. Ushtarak, efektivi, etj. Ka 3 spitale ku mund të shkojnë. Pra nëse nuk nuk zgjidhet me asistente social në mënyrë të vullnetshme ai vetë që të pranoj, të marrë ilaçet rregullisht etj. Atëherë bëhet një shtrim i detyrueshëm në mënyrë që të përmirësohet gjendja e tij. Nuk kemi krim këtu në këtë rast. Nuk kemi krim. Kemi nevojë për ndihmë, për ndihmën e një 13 vjeçari për ta nxjerrë nga kjo rrugë. Sepse vetë që bëj një krim ai është 9-14 vjeç, nuk përgjigjet, por ne nuk duam që ti kthejmë këta në kontingjent krimi, siç e ka përdorur tani të tjerët që mund ta çojmë për të vjedhur, për të goditur dikë, për të rrëmbyer, për të vjedhur me dhunë etj. Ndodh kjo me djalin që e detyrojnë të vjedhë? Po, ka ndodhur shumë. Ta ka treguar vetë djali? Çfarë të ka treguar? Edhe para 2-3 javësh kemi qenë në komisariat që ka bërë veç unë denuncim. Mami tha 3 çuna më rafën, tha ishin të rritur nga 30 nga 40 burrat në dhej. Dhe më thoshin tha do na japësh lekët që na ke borx. Thash po mami po ti çfarë lekë ju kishe borx? Jo tha më kapën me dhunë, e kishin godit në gjithë trupin, kishte dhimbje. Ishte nxirr dhe kthe. Më thoshin tha na ke shumë lekë borx, duhet na bësh lekët borx. Tha i detyrohesh, i futej pas e viste. Futet dhe në rrugën e krimit. Pra, djali me sa po kuptoj këta të rritur ka marrë lëndë narkotike dhe nuk u ka dhënë lekët, dhe këta të rritur e kanë goditur, i ka thënë a jep këto para dhe djali është detyruar të vjedhë. Nuk e di si ka qenë puna, ose ndoshta e din që ky është një fëmijë që është i mitur, shteti thot policia aty nuk do të bëjmë gjë. Edhe din si raste përdorin për të vjedhur. Ja, pra kjo është përgjegjësia e shtetit. E ka denoncuar, atëherë pse i lë ta përdorë ky denoncim? Pse i lë ta përdorin të tjerët? Pse i lë që të përfundojë një fëmijë tjetër në rrugën e krimit? Pse? Domethënë shteti këtë ka për detyrë, policia këtë. Parandalusja, puna parandaluese kjo është, që flitet kaq shumë në Shqipëri, që ti ruajmë njerëzit, nuk është fitore e madhe e një shteti që fut njerëz në burg. Jo. Ligjet janë bërë që njerëzit jenë vetëdijshëm që të mos hyjnë në rrugën e krimit. Nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është si mund të ndërthurin veprimtarinë e tyre, bashkëpunimin e tyre, mjekja i lagjes apo mjeku i lagjes me punojësin social atje ku banon zonja, me vetë maman e fëmis, me shkollën, me mësuesit, me shok që ai ku ka besim ai djalë, në mënyrë që ai tani të gjejë zgjidhjen, dhe gjithta zgjedhjen më të përshtatshme, të shërohet. Se është si thua për të ardhur keq. Djali e ka lënë shkollën në klasën e 5. Po. Ka 3 vite që nuk shkon në shkollë. Që do të thotë 9 vjeçaria është me detyrim në Shqipëri. Në tilla raste çfarë duhet të bëjnë? Pa kujt do ke kërkosh detyrimin? Ja kërkoje këtu është. Çfarë do bëj? Vetëm unë kam shkuar gjithmonë. I thosha jam në këtë situatë, unë nuk e kam në banesë, jo më ta sill në shkollë. Shkoja kërkoja ndihmë në bashki, në polici. Kudo, çdo derë më mbyllej, nuk kemi çfarë t'i bëjmë, thoshin rastit tënd, kjo është Shqipëria, këto janë kushtet, këto. Pra, shërbimi social e bashkit ka kthyer këtë përgjigje. Kjo është Shqipëria, nuk kemi, ne dhe kur ta çojmë ty, sepse ma çuan vjet në nëntor, ma futën në një qendër këtu në Tiranë, se u bë prap e madhja. Ju luta, ma futën aty djali pati një përmirësim shumë të mirë, ma mbajtën 3 muaj. Dhe atë 3 muaj që më mbajtën me zor të madh, më bënin mu presion psikologjik. Më thënë si e leti fëmijën këtu, ai nuk duhet të ri këtu. Më thosha ju lutem ma mbani sepse ai është më keq jashtë, sepse këtu e kam më të sigurt, më të mbledhur. Jashtë e kam më keq. Ato gjithmonë që flisën në telefon thoshin jo mos e lër këtu, hiqe sa. Mirë, ai ishte hapur për këta fëmijë që kanë probleme. Tani vetë qendra të mirë mos e lër këtu se ma mbajtën 3 muaj çuni aty pati një përmirësim shumë të mirë. E shtrova dhe në spital, mbas spitalit e çovëm direkt në qendër. Aty pati një përmirësim, filloi terapit, ilaçet, gjitha. Në mes të terapisë ai bëri një largim nga qendra. Ato më thanë do ta mbash, unë i thash jo, po jo tha çfarë nënë e ti tha që nuk pranon, domethënë më vinin dhe mua në një pozitë si s'pranon fëmijën tënd. Unë jo se pranoj, apo unë duke ditur rrugën dhe gjërat që ai bënte jashtë,
nuk mund ta... Ja, Nuk e mbaj dot, nuk e Kjo po parandaloja ndodh tani. dot. Kjo po ndodh tani që ti nuk arrin dot, e qartë, Unë e kuptoj. dua ta kem me gjithë shpirt në shtëpi dhe mos tjetë askund, vetëm ta kem mirë dhe tjetë me mua. Por nuk e përballoj dot më. Në këtë situatë që ajo është, unë kërkoj ndihmë nga shteti, nga institucionet. Sepse më ti ke bërë ndihmojnë. përpjekjet maksimale. Kam më bërë the, shumë. E kam dërguar edhe në Greqi E tek qova nëna dhe ke ime. mami im, e shkëputa, sepse nuk dija ç'a të bëja. Gjeja mënyra, thash do ta shkëpus njerë. Ta çoj në Greqi, thash ati kisha nënën time. Po. E qova, ati nuk dinte as gjuhë çuni të huaj. As një gjë, thash ndoshta do jetë më e lehtë. Kështu e mendova unë. Ai prap dhe aty nuk e lash 6 muaj, arriti, gjeti të gjetur shokët, dhe të siguruar lëndët narkotike. lëndët narkotike, u bë akoma dhe më keq. E risolla prap. Si është situata sot e ti? Situata është shumë e vështirë. Largimet nga banesaja, prap do më thënë unë sot do të shkoj të bëj denoncimin që nuk e kam në shtëpi. Sa ditë po bën që është larguar nga shtëpi? Ka 3 ditë prap që nuk e kam parë. Ka 3 ditë që djali nuk është në shtëpi. Po. A ka një telefon, një numër Nuk ka asnjë gjë. Deta dhe rrobat e trupit që ja blej unë, herë ja marrin, akletet vjen me shapka, një xhaket ja marrin, një bluzë, them ku i ke? Nuk ka gjë mami, se i kam atje, i kam këtu. Nuk vjen as me rrobat e trupit që ikën, nuk vjen. Kjo është e tmerrshme. Si mundet... Është e dhimbshme në maksimum kjo historia e këtij djali 13 vjeçar. E dashur Esmiana, por kur ti flet me djalin, të tregon të paktën? Kur është i qetë tregon. Më thënë, kohët e fundit ka filluar, mami thot të lutem, nga që gjithmonë unë qaja, kur e shifsha thosha erdhe, as nuk i bërtisha këto kohët e fundit, shqyqyr që e shifsha që më hynte në shtëpi, thosha hajde mami futu brenda. Të lutem thoshte mami, nuk dua të shikoj ty të mërzitur, se po të pash kështu unë do iki prap. Po jo i thosha unë mami ti e gëzimi, mun kur të shoh ty dhe je mirë, nuk jam e mërzitur, vetëm ty dua të shoh ti jesh mirë. Mos ki merak, do të vetëm mos më pyet kështu gjëra, ashtu që ç'a bëj kështu se do iki fare prap nga shtëpia. Më thënë nuk do shumë që ta pyesësh ku shkon. Se ka frikë, ndoshta ka arritur ta kuptoj, ka arritur ta kuptoj tani që është një gjë që ku është futur ai që ndoshta ka të vështirë të dalë vetë. Atëre në këtë rast, domethënë, ai nuk do të flasë sepse nuk do të përballet me realitetin. E ke pyetur ndonjëherë, ai është i vetëdijshëm ai që pikërisht nga ato lëndët narkotike ka këtë jetën kështu? Më thënë ai vete, pohon këtë gjë apo jo? Ai nuk është se e kupton. Ka pas raste, domethënë që më ka thënë mami, më largo që këtu të lutem. Marri motrën dhe ikim. Ka pas momente që më ka thënë të lutem o mami, ikim te nëna, ikim nga Ka kërkuar ndihmë në farë mënyre. Ka pas momente që ma kërkon këtë gjë, të hikim të pse më solle këtu o mami, se po shoqëri e keqe, njerëz. Sepse tani ato e kanë futur në rrjet. Pastaj ka momente që dhe ai vetë ka frikë të tregoj njerëzit që e shfrytëzojnë. Se më vrasin, thot, më bëjnë, ka merakun tënd o mami, thot motrës. Nuk është 13 vjeç, ta mendosh është 13 vjeç. Të ketë ngarkesa të tilla në trurin e atij dhe të jesh një i rritur dhe nuk i përballon dot. Domethënë ai në trurin e tij ka një luftë jashtëzakonshme. Nga njëra anë është jeta e tij, se ka një moment që mund të jetë i qetë, edhe mendon që jeta e tij domethënë po shkon dëm. Mendon maman dhe motrën e vet, të cilat janë të shqetësuar shumë, por nga ana tjetër është i shqetësuar sepse të tjerë e urdhërojnë, ndoshta e torturojnë, e kanë rrahur dhe nuk e lëshojnë të dalin nga rrjeti ku e kanë futur. Sepse e përdorin, nxjerrin lek nëpërmjet atij. Qoftë mund të shesi lëndë narkotike, kur nuk ky kërkon, kur nuk ka të paguaj shkon vjedh diku, me vjedh edhe lek, ndoshta vjedh dhe ushqime e tërë, se trish 4 ditë larg shtëpisë me çfarë do jetosh. Prandaj unë them që ndoshta sot dëgjon një komisariat, shkojnë ta gjejnë ku ndodhet djali. Sa i ka 3 ditë që është larguar nga shtëpia. Është 13 vjeç, ta gjejnë djalin se punonjës policie, aq më tepër që është identifikuar, sepse ka shkuar dhe herë të tjetër, ta gjejnë, shkojnë ta sistemojnë qoftë ajo qendra për fëmijët që janë me probleme të tilla, qoftë dhe në spital, në mënyrë që ta mbajnë në kontroll mjekësor dhe ai fëmijë të shpëtojë jetën e tij. Mirë, ne do vazhdojmë të qëndrojmë në këtë transmetim live dhe padyshim do bëjmë thirrje për gjetjen e 13 vjeçarit Muhamet që është larguar përpara 3 ditëve nga shtëpia. Uroj dhe shpresoj të dëgjohemi nga uniformat blu, por me shpresën për ta gjetur dhe për t'i dhënë ndihmën këtij të mitri. Do të kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë.
Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të Dashur Miq dhe ditën e sotme studio emisionit pa gjurmë po sjell historinë e një 13 vjeçari nga Tirana me emrin Muhamet Çoka, i cili fatkeqësisht është bërë përdorues i lëndëve narkotike që në moshën 10 vjeçare, por ka 3 ditë që është larguar nga shtëpia dhe kjo nën është vendosur në merak dhe kërkon ndihmën e televizionit tonë. Në regjia të na ndihmoi me foton e Muhametit, në fakt kemi munduar që imazhin e tij mos e shfaqim ditën e sotme. Ndërsa një foto që është me shpinë duket, kjo është fotoja e ditëlindjes së tij kur ka mbushur 13 vjeç, ndërsa fotoja e dytë është shkrepur përpara disa kohëve për treguar nëna në këtë studio gjendjen e të birit të saj 13 vjeçar të dobësuar për shkak të përdorimit të lëndëve narkotike. Ky 13 vjeçar, i cili largohet nga shtëpia me ditë të tëra, shfrytëzohet nga persona të rritur dhe duhet marrë masa urgjente. Kushdo që mund ta njohë, mund të na ndihmojë duke kontaktuar në redaksinë e emisionit pa gjurmë, po ndërkohë i bëj thirrje edhe policisë të shtetit, komisariatit numër, çfarë komisariati ju ka Dashur? Numër 4. I bëj thirrje komisariatit numër 4 të na dëgjojë ditën e sotme, zyra e shtypit padyshim që na ndjek, uroj që të reagoj për historinë e këtij të 13 vjeçari me emrin Muhamet Çoka dhe kushdo që është duke na ndjekur që mund ta njohë 13 vjeçarin është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë. Vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. E dashur, dua të pyes, kur djali largohej nga shtëpia dhe vinte dhe pa rroba në shtëpi, ai të ka treguar që ka tentuar të vjedhë për të siguruar para dhe për të blerë lëndë narkotike. Sepse më thotë dhe policia të gjitha gjërat. Por në momenti kur një mitur kapet që vjedh, nuk dërgohet në para Atë kam kërkuar Odeta. Aty ku janë të mitur zonja Liçi? Unë ju lutem se mama më ndihmoni sepse unë e di që ai është nën efektin e lëndëve narkotike. Për gjitha veprimet që krye. Nuk është se unë ja di gjendjen e fëmijës. Ata e marrin, mbarojnë procedurën, bëjnë pyetjet ku ishte, çfarë more, ku e shite, kush ta mori. Zbulojnë emrat e gjithë trafikut të kush e di sa emra ju ka zbuluar, domethënë çuni im që i ka ndihmuar policin, edhe në fund fare mua asnjë që fëmijën e kam prapë në situatën e rrugës dhe ka dhe një qendër të reedukimit, ka në Rogozhinë. Ka një qendër të riedukimit të fëmijëve, i ka dhe bota këto, aty jo thjesht, domethënë që nuk mund të dalin. Unë kam qenë aty në atë qendër, aty ka shkollë, ka spitali, kanë të gjitha. Pra të gjitha, ata mund ta bënin sepse kam patur rastin që ta bëjnë një gjë të tillë. Nëse ti e kap në vjedhje, atëherë natyrisht që ai është nën 14 vjeç, nuk përgjigjet penalisht, por ama ti, domethënë, të mendosh dërgohet në këtë institucion riedukimi. Po, institucion riedukimi. Ato kanë qenë edhe më përpara. Domethënë, janë institucione riedukimi, ka një kufizim të lirisë, pra nuk janë të lirë të dalin, po komunikojnë me familjen dhe familja e shkon i takon, bëjnë shkollë, luajnë, lexojnë libra, marrin informacion nga më të ndryshme, kanë aktivitet, por derisa tek ne nuk ka akoma qendra të tilla. Një televizioni ka dhënë një rast që kanë 2 qendra private, por fëmijët apo të rinj që janë marrin lëndë narkotike, domethënë nuk janë si thua të shumta. Shteti ka vetëm një, ka dhe këtë të Rogozhinës për ata që kryen vepra penale. Natyrisht që kur ata deputetët shqiptar flasin parlament, të flasin pikërisht për këto gjëra që kanë të bëjnë dhe me jetën dhe shëndetin e njeriu, se s'na duhen ato politikat e mëdha, na duhen ato që shkojnë në interes të shoqërisë njerëzore, në interes të jetës, të shëndetit aq më tepër të fëmijëve, se po të ketë më shumë, natyrisht po t'jetë me organizuar, nuk do t'a linin djalin, kështu që 3 vjetë të vazhdonte, të futesh dhe në rrugën e krimit duke vjedhur. Por me njërë sa ta konstaton të shkolla. Gjithmonë jam një nën që jam lutur dyerve të institucioneve dhe po lutem akoma. Dhe më thonë rastin tënd e dim shumë mirë, nuk kemi çfarë bëjmë këtë përgjigje. Jo kanë çfarë bëjnë ato. Kur e mbajtën 3 muaj, të lutem. Kur e mbajtën 3 muaj dhe të thoshin ty që hajde merre, ai nuk ka qenë plotësisht i shëruar. Atëre mund të dilte 31 javë, 2 javë ke ju. Unë shkova prapë, ja u thash. I thash, nuk e kam situatën mirë që atëre, ju lutem. Por gjithsesi në këtë moment që ne flasim, ai ende nuk është kthyer në shtëpi, ka 3 ditë që është i humbur dhe kjo është akoma më thelbësore. Djali kur kthehej në shtëpi herë të tjera, të tregonte ku flinte, ku strehoi? Nuk më tregon. Nuk më tregon. Pra ti nuk e ke asnjë lloj informacioni se ku mund të jetë ai.
Policia e ka gjetur në disa banesa që më thotë e kemi gjetur, tash i kemi në nëzhgim, nuk do ta mbajnë më. I ka policia banesa? Në për banesa që të persone të rritur? Po, ata persona nuk janë dënuar tani se kjo është kulmi të mbash një të mitur në shtëpi dhe prindri të bëj denoncimi për humbje dhe policia thot e gjetëm ne pa ta nuk do e marrim prap më, po kjo është të merr. Nuk e di, mua më vin vetëm letra në shtëpi që thonë fëmia jot kështu, fëmia jot ka vajtur këtu, e kanë në vëzhgim që ai person, sepse ata janë persona të rritur, nuk janë moshe çuni tim. Ata janë familje, ata dhe me gjërat që çuni im që ka bërë të gjitha, ata mbase mbahen, unë nuk e di. Dhe në shfrytëzimet që ja kanë bërë fëmijës tim të ardhurat. Sepse unë fëmijës në shtëpi nuk i kam pranuar asnjë gjë. Edhe kur policia vjen, domethënë kontroll banese, asnjëherë nuk kanë gjetur diçka. Domethënë ai është futur rrugës së vjedhjes tani. Tani po, në fund. Tani domethënë dhe ata e përdorin për të vjedhur. Po. Unë kam parë për shpërndarjet e lëndëve narkotike, nëna nuk e di se për dikën, ndoshta s'është ai, po më thonë që e përdorin të rritur për të vjedhur. Dhe kjo nën shkon në dyert e policisë, kërkon ndihmë, tregon gjithçka, që çfarë po bën fëmia dhe nuk po gjej dhe bashkë me vajzën dhe deri në 2 të natës për policira që nuk është normale. Domethënë prisja atje, bënin fëmijës pyetje, unë prisja jashtë dyerve. Mirë, ne po shkojmë drejt fundit dhe patjetër që ta mbyll me një mesazh që ti do drejtohesh ditën e sotme institucioneve dhe ne do të vazhdojmë dhe në ditën e vijim, po më duhet të bëj një shkputje tjetër në këtë momente për të prezantuar një këshill tjetër mjekësore. Bëhet fjalë për prostatolin dashurmi, që është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me prostatoli dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio dhe në fakt gjatë gjithë kohës vetëm ke lotuar dhe të mirë kuptoj janë vetën. Nuk kemi shumë kohë televizive, por dua ta mbyll me një mesazh që i drejtohesh sot institucioneve shqiptare për djalin, ke paralajmëruar në këtë studio gjithçka. Ke treguar gjithçka çfarë bën djali dhe çfarë dyshohet në të ardhmen se ku mund të përfundojë ai. Po kërkon ndihmë dhe uroj që shteti, institucionet të na dëgjojnë dhe ta ofrojnë këtë ndihmë. Po, dhe ta faleminderit ty që më hape dyert për këtë hall të madh që kam për fëmijën. Dhe kërkoj nga institucionet shqiptare që djali të më rehabilitohet, të më mbahet diku i mbyllur, sepse unë jo se nuk e dua dhe nuk e mbaj në shtëpi djalin, por nuk ja bëj dot. Në këtë fazë që djali ka arritur, ka prekur fundin. Dhe unë dua t'i shpëtoj jetën, sepse kjo i ka mbetur. As shkollë, as shtëpi, as si fëmijë nuk e shijova fare. Vetëm të lutem, dua t'i shpëtoj jetën, ta kem diku dhe të flas dhe të më thonë që është mirë dhe ta kem gjallë, sepse aty ka arritur rrezik me jetën, të shpëtoj. Dhe është e dhimbshme, Nexhi, edhe ju do bëni sot një mesazh. Unë do t'i bëja thirrje ministres brendshme, zonjës Albana Koqiu. Na ka ndihmuar një herë në një rast për një fëmijë të braktisur që si stepomujt tek shtëpia e fëmijës. E vërtet. Ky është një rast shumë më fatkeq. Për hir të jetës së atij fëmije 13 vjeç, për hir të jetës të kësaj nëne, apo atij babait të smur që s'mund ta ndihmoj dot, apo dhe të motrës vet, të mundet urgjentisht, pa zgjatur këtë, as në kohë, as si procedura e tëra, të mundet ta gjejnë menjëherë djalin, edhe të mund ta sistemojnë për kurimin e tij edhe për ta shpëtuar pastaj dhe nga rruga e krimit. Unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet sot nga kjo studio e emisionit Pa Gjurmë. Esmiana, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj më të mirat për Muhametin, djalin tuaj. Mirë dashumiq, me historinë e këtij 13 vjeçari, ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë, mirupafshim.